Që kjo është domethënë po i thonë Yamin e Yamal. A persita ja ke shusit kështu për ta? Çe vetëm me këzamër më tallon. Për dyshë se ke po më si. Fort kisha pas çe me tallon i gol kështu fytyrës. Çe fytyrë mi thillam ta. Do të kam prerë shtupi lojë sa forja. Po dorza t'ja ulash aty ne thash na shta mbrojnë, edhe dorza vet po problem pe kanë. Cillën e ke pe pëlqen. A guxoj më shpesh li? Jo, mos tani çi me Arsenalin s'ka lidhje. Imami i Prishtinës me zërin e tij të bukur. Po ai kishte edhe një talent. Kulashenus, më i miri, cili është ekipi jot i preferuar kështu, që e ndjek. Han e dën në konin tëri. Jo me Milanon, i ka thënë. Lap është një thonje, menja shnosh, në trup shnosh, bashkë në lap. Që ka ndodhë këtë, jam në 10 ekipe për fshatave ndryshme, po dhe për qytetit për djeves, që e kanë bo një organizim me lujtë futbol. Andin kush janë trajnerat? Hoxhallarët. Më thonë xhamati e hoxhallarëve, se cili do me sfidu njëri tjetrin në spart. Për këtë përshirë publik ka gja i malë, të interesun ko sa dush, të këshyrëm të është dhe cili hoqë profitën, qëfar formacione ka vendos, kush janë fonsat, ma zjarë dhe më thonë të këtëre hoxhallarëve e tjerë. Qështë erdhi ideja dhe më me bo këtë organizim që përshirët interesimi ka konë këtë gja këtë nivel, kështë për trive, gjamit e ndryshme, qështë erdhi ideja? Fillimisht pas që e kalu mujën e bekuar të Ramazanit me disa aktivitete shpirtërore, ne domethënë si xhami e pam të rëndësishme me organizu edhe një aktivitet sportiv. Për arsye se edhe feja në nëzite që të kemi një shëndet të mirë, sepse domethënë disa mendojnë se feja është vetëm në xhami, kurse ne ju themi të tjerëve se feja është në xhami, jashtë xhamis dhe kudo qoftë kjo domethënë. Në këtë turnir marrin pjesë 10 ekipe, 3 prej tyre janë me imamet e xhamijave të ndryshme. Më thonë ata ka kanë trajnerat. Imamet, po trajnerat si gjithërë domethënë. Këta i kanë bo formacionet, a? Domethënë imamet e kanë bo formacion. Shpakoj se dha gol. Po. Bravo! Me ta bo një pyetje kështë nashta personale, cillën e ke pe pëlqen? A guxoj më shpesh li? Po. Po kam frikë që ndoshta dikush Jo, mos tani që me Arsenalin s'ka lidhje. Ja, kur kam qenë më i ri, domethënë kam favorizu Barcelonën, por në kohën e fundit nuk zakonisht tash kur shikoj lojë, bona me çat ekip që fiton. Edhe çështë e kam. Kjo është domethënë sikur ata ples të fitov më i mire. Cilët janë çta me të bordh? Cili është ekipi jot? Ekipi jam është i xhamis të cilën unë shërbejnë ta. Çfarë formacioni ke vendos? Formacioni është i thjesht, por mirë, janë duke hupë fillimisht, por ndoshta e sigurojnë kualifikimin, ndoshta. Do të kam prerë shtupi lojë sa forja. Jo fituam tani thanë hajt dilin herë po shani pa. Ose aty kam tenis që thotë fitum. Ç'është po na fitum punë me. Qysh fitum bre sa qysha? Po vallai pe kotra ne na po spesh. Moti cili hoxhiti? Na batlov si jam Hoxha Fidan. A ju jeni që ata domethënë notit e të freskët e shëndetshme. Na çati okay ti kim. Vallai alhamdulillah për shembull Hoxha Fidan ka bërë organizime të shpeshta të tilla, edhe nuk është vetëm futbolli, kjo është çështë për vjet e mojm ka një, po ka edhe organizime të tjera, edhe nijet për organizime të tjera gjatë muajit Ramazan edhe kështu alhamdulillah na bashkan krejtve tek e fundit s'është më rëndësi kush fitojnë ana këtë prioritet e kena kështu vllaznë llokun me më lidh më shumë nëpërmes këtyre aktiviteteve, po alhamdulillah tani edhe kur të fitojnë njëri është edhe më mirë, edhe i më motivuar. Aldurt. Po boçëm. Sipas ka roshëm se sipas ka kus. Jo ty bëj pak ne tre. Po dorza t'ja ulash aty ne thash na shta mbrojnë, edhe dorza vet po problem pe kanë, aty në pingu, atë çfarë. Punë Allah pjalme. Kjo është portiere e cilës formacion ti je? Na jena ekipa e Revuqës. Ti çka je? Në çfarë poziti je? Mbrojtës, portier. Po, portier. Mi kanë vënë 2 golla veç. 2 golla. Sa për me hub. Sa lojë hub? Fillimisht me që kena fillu veç 2 kena hub, se veç 2 kena mojt. Me thonë. Ama jem në organizator, edhe ja kena dosh me ja liru këtyne, që mos më thonë që jo, veç jo po fiton, a vetën, na jem Revuqa. Qëra për me ngushtu vetën, do të më destin ka me përdora, këta trite, kështu. Sakte, mu vanu lejtarte. Ju rej suksese, iniciativ shumë e mirë. Mbrojsh e mirë, për e me kam. Qatë masi se roke shtyllën me kry mirë ke. Që këtë është një portier njoni për formacion se për javë harre edhe amnat ekipe, për provojmë së për javë gol.
që kjo është Aidus Lio, imami i Prishtinës, me zërin e tij të bukur. Po ai kishte edhe një talent, kulashënues, më i miri në këtë ditë. Qysh për zonë më të një Allah, anina kënë, kënina nga, kënina golla. Jo, blerim, nuk është nëjë farë sfide, komedit e madhe, mas pari, selamu alaikum, mirë se keni ardhë. Nuk është nëjë farë sfide, se këtu kur kena ardhë dhe kam një ekipën e prej gjematit si bovcit, e kam një ekip edhe nuk kina gjitë konkurrencë. A ka ongën e të ftyrës pa hire kështë? Ja, se s'ngaj, s'lodhë, në rrinë sëllim ka pak, kështë edhe si dha fërëzë. Ti vësi bre topa, kështë I pres topa, në darë një në vijë, dha, më startë. Qësa Aiden e kena shumë dashtën, është për me imami i Xhamis Matini, një për xhamia më të bukura që ka Prishtina. Tonë kështë e njëri kush ka marrë pjesë si xhamatlia ato për Ramazan, që kjo personi që na ka knasë. Inshallah pe provojmë edhe në fushë. E sot për ja u djekë zemrat këtu në hase gjinjeve xhamatit. Gjëza kundërshtarë se s'po kanë qef. Po, s'pëjnë gjëzone, për shkak ndjeshmërisë, dhe më thonë të rastit, janë të hubë. Cëllë është ekipi jetë i preferun kështë që e ndjekë? Hanë dënë nuk kanë interi. Jam me Milano, një ka të të. O zaberat a i të vëtu atë të hu? Na edhe kena hup edhe kena fitu. Mu më me bo një informacion se të Real Madridit, po me gjas në kopim syshi. Të kopim syshi? Me gjas pa, me gjas pa. Ku po përnën që ka si nga gabimi? Po më doke që vetën se kum që so dëhet, edhe që kjo është A menën që du të me investu me letare, me kështu me hek dikane? Ka nevoj për ndrime, po të shohëm lojt në vazhdim që është po funksionan. A menën që është mirë zdo vjetë, edhe tjertë me mi u dhoni mesazh dhe tjertë me bo kështu? Pa tjetër jo çdo vjet, po mendoj që është nevojshme edhe më shpesh me pas organizime jashta atij seriozitetit, me aktivitete të tilla sportive që më afro rinin më shumë, edhe më njoft, edhe më zhvillu aktivitete të cilat jepin një perspektivë pak më ndryshe aspektit fetare. Ti ai të fitu gizum? Edhe po fitojmë, edhe po humbim. Jemi fitus, gjithë jemi këto. Gjithë jemi fitus. A e të hirë me lujtja ave trajnerin? Jo, unë vetëm trajnerin. Pa formacione ke vendosë të më thonë për sëd? Formacioni është 3-2-1. Ku 3-2 një o gizum të këtyre për? Do më thonë në mbrojtje kemi 3, mbrojtje kemi 3, 2 kemi sulmuesi, kemi edhe portier, tamam 6. Fort kësha pas që me ta hanë një gol kështë ftyrës, dang! Se ftyrës mi thiu ham ta? Po të të... Jo, më rëmdo. Në dhe këtë dhimi. I pas ka të thymë! Grupi një Xhamatli? Nga Podujeva. Nga Podujeva. Që shtu të është grupi ju? Xhamati Podujevës. Xhamati Podujevës. Se i revusës e për... Dhe më dhe ti ju qitetit? Po na jema të qendër pak. Aja qendra. Dhe më thonë një këtë do të me kom mas qytetare, ma. Pak diçka kishe, se jo, krejt jemi të fshatit. Pse po thonë që këtë qykë mërë në qito se ka hup? A është e vërtet? Një lojë kom fitu, një e kom hup, po ju morë për ekipe amatore, po këtu kejt profi po mdokën, se arna amatore. Se ke prit dhe më thonë që del Se kena prit hoxha bashkë në ashta su kalëzui sinqert në qëtë pikë. Ka në shë rivali këtë, për shamë një për rivali më mas. Në momentin me pikë plota është Batlao me 9 pikë, kështu që e shumë si rival, po na i mujmë me thjeshtësi ata. Mos e shësi se po thonë që ka tek këshyrë. Që kjo është, dhe më thonë, për i thonë Yamin e Yamal. I talentumi e kësaj dite, dhe më thonë, nxehtë. A në sheki kështu të vërtetën? Ardian. So golla e kelon? 2 gol. 2? Po. A je të fitu ato hup? Jo të fituaj. A përshita ja ke shusit kështu për ta? Po, që ta bëj këshirin se mirë. Unë të ka kështë pas ka peshke. Që fitë me këzamër këtë alon. Faleminderit. Për një se ke po me si.